Kritika adresohen edhe ndaj opozitës. Me një qeveri arrogante, me një qeveri e cila ka thotë kush i vjen spital thotë i poshtë trajnimit finanzave nuk e don as partia e vet. Nonën e çdin komoran ajo punë e madhe. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të udhëhequr nga primera politika. Miqtë të gazetës Infokus dhe televizionit Dugagjini, kam kënaqësinë që këtë javë në podcast me bisedu me kryetarin model në Republikën e Kosovës, kryetarin e komunës së Ferizajt, Agem Aliun. Kryetar, mirë se erdhe. Mirë se u gjeta. Falenderoj shumë për kohën. Lutem, kënaqësi. Se tash fushat, natyrisht jeni të nxonë me aktivitetet e juaja, por po du me nis me ato që gjithandej edhe në për studio televizive, po edhe në ndoshta edhe prej kundërshtarëve politik. Jeni kryetari i vetëm që si themi jeni të marrë vlerësime maksimale për punën si kryetar në mandatin e dytë në Ferizaj. Qysh po ndihesh kështu edhe pse garen ose atë punën dhe përkushtimin e juaj në fushat e ke maksimal, ndërsa në për studio televizive po gjithandej flitet që në Ferizaj gara është e mbyllme për shkak të atyne punëve dhe rezultateve që po promovohen gjithandej Kosovës, edhe përmena që është ndoshta kryetari model. Faleminderit Shkëlzen edhe njerë për këtë mundësi që sot të bashkëbisedojmë për punët, për angazhimet, për projektet, për vizionet, për atë që unë dhe ekipi im kemi bërë gjatë këtyre viteve në komunën e Ferizajt dhe në fakt përmes një pune që ne e bëjmë, mbetet të tjerëve të vlerësojnë punët dhe angazhimet të tona. Ju mbetet qytetarëve të komunës së Ferizajt përcaktojnë finalen e garës, se çfarë gare është e mbyllur apo është e hapur. Pra, ne kemi marrë përgjegjësinë që nga dita e parë që të realizojmë atë që është premtim dhe atë që është zotim dhe atë që është program qeverisës, platformë qeverisëse pas besimit që marrim nga qytetarët e komunës së Ferizajt dhe pastaj që nga dita e parë e fillimit mandatit ta bëjmë këtë punën, angazhimin, dinamikën për të realizuar atë që kemi marrë si besim qytetar. Kjo ka qenë detyra jonë dhe gjithmonë mbetet detyra jonë që të mbetemi të porulur me nderin që na japin qytetarët, por gjithsesi që të punojmë me angazhim të jashtëzakonshëm dhe me energji motivuese mbi bazën e një besimi e qytetarë që na japin. Thjesht jemi tepër të nderuar me besimin që na kanë dhënë, me përullësi e respektojmë këtë nderë dhe besim që na kanë dhënë, por gjithashtu kokën e ulur mbajmë për të kryer punët e angazhimit, sepse dëshirojmë gjithmonë të dalim zot dhe të dalim qytetarit në sy, në ballë për të komunikuar se ne kemi bërë punën që ju na keni besuar dhe ata dhe ne duhet të ndjehemi krenar pastaj për punën që bëjmë. Pse po them duhet të ndjehen ata krenar me punën që ne bëjmë? Sepse shpesh ne mund të paraqesim vizione, shpesh mund të paraqesim projekte të caktuara. Edhe ndërherë kur kemi paraqitur ndonjë animacion të një projekti të caktuar, edhe nuk është besuar mjaftueshëm se do të bëhet. Dhe do të mund të mbetej ashtu si një lloj animacioni. Po ja që besimi i qytetarëve ta mundson që pikërisht projekte të tilla pastaj të jetësojnë. Prandaj edhe kjo është porulësia dhe respekti që ju takon t'ju bëhet qytetarëve të komunës Ferizajt, por kudo ku japin investim qytetarë, sepse nuk kanë lënë peng. Pra një projekt kaq të madh për Ferizaj, një projekt kaq transformues për Ferizaj, një vizion që është për te mandatit 4 vjeçar, që është një lloj kufizimi për shkak të proceseve zgjedhore që duhet të bëhen. Prandaj edhe ne ndihem shumë krenar që kam shërbyer dhe shërbej për qytetarët e komunës së Ferizajt, dhe është nder jetës time që kemi një besim kaq të madh të qytetarëve dhe gjatë gjithë jetës time përgjithsisht do jem falënderues që ata kanë bërë të mundur që unë shërbej me kaq përullësi për qytetarët e komunës së Ferizajt. Kryetar, vjen mirë, ndoshta jo vetëm për shkak të realizimit të projekteve, atë transformimin e madh që e keni bën në Ferizaj, po edhe për këto që ndoshta duhet jeni model që duhet me ngrit standardin e ndoshta edhe me vedisu qytetarët në përket komunat tjera që me lyp ose me kërku llogari për kryetarët e komunave në këtë aspekt, edhe me ju tregu që kryetari duhet me uni bëshli edhe ka obligime ndaj qytetarëve edhe jo anasjelltas qysh edhe peshomi. Po du më nalë të realizimi i projekte, mandati i fundit kryetar, përveç që ka bërë pompozitet të madh
në nënkalimi, na jemi konë në Ferizaj, kemi pas javën në komuna, ku jemi mundu mi prezentu edhe projekte tjera që janë realizu. Cilat janë projektet më domethënëse që i ka realizu dhe që i japin kuptim këtij transformimit të madh të Ferizaj. Faleminderit shumë për pyetjen që bët dhe për një lloj pamje tjetër që përmes pyetjes po jepni asaj që është në Ferizaj. Dhe cila është pamja tjetër? Pamja tjetër është se Ferizaj nuk ka ndryshuar vetëm sa i përket çështjes që ka të bëjë me nënkalimet. Nënkalimet, siç e thatë ju, i keni vizituar dhe i keni parë që përtej që janë pamje të bukura dhe vepra arkitekturore të jashtëzakonshme, falni ekipit brendshëm dhe të jashtëm që kemi punuar gjatë gjithë kanë edhe impaktin në funksionalitet social, siguri dhe gjithçka që paraqiten ato. Mirë po ne kemi bërë një transformim të madh në shumë dimensione, qoftë përmes objekteve infrastrukturore, qoftë përmes parqeve, qoftë përmes politikave të përgjithshme dhe politikave të dëgjueshme në kuptimin e një bashkëbisedimi qytetar, sepse ne thjesht edhe në kuadër të platformës së ashme kemi thënë që Ferizaj duhet të jetë i gjelbër, i mençur, smart dhe i bashkëqeverisur, sepse gjithmonë kemi bashkëqeverisur me qytetarët. Nuk ka asnjë projekt që ne nuk e kemi pasur matjen dhe nuk e kemi pasur bashkëbisedimin. Po përtej nënkalimeve, siç thash, ne kemi bërë një transformim shumë të madh dhe zonat të caktuara tërësisht janë ristrukturuar dhe janë ridizajnuar rrugë dhe arterje të rëndësishme të shtetit dhe ky projekt do të vazhdojë për të ristrukturuar rrugë dhe arterje të cilat janë kryesorët në komunën e Ferizajit në mënyrë që të ketë përshtatje dhe akomodim me prurjet dhe me zhvillimin e Ferizajit. Dhe kjo është duke ndodhur gjithandej edhe te nënkalimet që ju e keni vizituar, më vonë ne pastaj atë që kemi ndërlidhur si një arterje tërësisht është transformuar ajo zonë. Te gjykata, te prokuroria, te village që është tashmë shumë i njohur për tej Ferizajit është tërësisht e transformuar. Mirë po e transformim do të vazhdoj, edhe jo vetëm në atë zonë, në të gjitha zonat e Ferizajit, sepse projekti ynë nuk është brenda një mandati, dhe këto projekte që ne kemi realizuar nuk janë brenda një mandati, janë përtej një mandati. Edhe programi ynë që ne kemi përgatitur, madje kemi dedikuar me këtë titull për Ferizajin e gjeneratës tjetër, sepse ne nuk kemi duke menduar për këto 4 vite, po praktikisht gjithë ajo që ne kemi me bë, ato që kemi bë, e kalon vitin 2014-2050 me planifikimet dhe me vizionin tonë. Edhe projektet janë të tilla që janë zhvilluar, po përgjithsisht ka pasur transformime të mëdha sepse kemi ndërtuar shumë shkolla, kemi ndërtuar 3 qytete, do i bëjmë edhe 5 qytete të tjera, kemi bërë 7 shkolla që kemi ndërtuar, qendra sportive që tashmë është një pallati sporteve dhe i panajireve në Greme, pastaj disa palestra të tilla të cilat i kemi ndërtuar brenda hapësirave të shkollave, pastaj janë me 10 shkolla të cilat tërësisht janë transformuar në hapësirat e tyre. Të gjitha ato hapësira ne i kemi bërë edhe parqe dhe i falenderoj drejtorët dhe kolektivet e shkollave që edhe i mirëmbajnë tashmë, po edhe kemi ndërtuar edhe terrenet të reja sportive. Dhe ne do vazhdojmë sërish me këtë ndjesi, po edhe me këtë projektim që të vazhdojmë edhe në shkollat tjera, që të bëjmë apo të ndërtojmë kapacitete tjera sportive. Madje në kuadër të një frime të tillë të projekteve, ne kemi një shkollë që tash është në fazën e dytë të ndërtimit, është shkolla model Ahmet Hoxha, ku një hapësirë që dikur ka qenë ish stadiumi i qytetit Ismet Shabani, ne tërësisht nga një projekt i degraduar e kemi ristrukturuar edhe tashmë do të shndërrohet në një kompleks sportiv. Do të jetë shkolla më e mirë si është shkolla model, por kompleksi sportiv do të ketë 5 fusha aty, ku ne synojmë që të zhvillohen garat e ligave shkollore, sepse dëshirojmë ta shtojmë pjesëmarrjen e nxënësve në aktivitete sportive, sepse pak ka pasur angazhim dhe fuqizim të ligave shkollore në të kaluarën, madje unë edhe në kuadër të platformës së kaluar kam përmendur që do të formoj një shkollë të mesme të edukatës fizike. Kemi marrë edhe kurrikul nga shtetet fqinje dhe kemi dorëzuar në Ministrinë e Arsimit në mënyrë që Ministria e Arsimit të përgatis kurrikulën për hapjen e shkollave të tilla. Jemi të vetmet në Republikën e Kosovës që kemi pasur një platformë të tillë, por ja që ne nuk mund të luajmë rolin e Ministrisë së Arsimit. Por ja që duhet të them është se ne kemi një koncentrim shumë të madh
në të ardhmen. Prandaj nuk është rastësisht feriza e gjeneratës tjetër, sepse dëshirojmë të investojmë që nga fazat e hershme të fëmijërisë, qoftë përmes shireve, qoftë përmes shkollave, qoftë përmes pallateve të sporteve. Sepse edhe me dhënat e Komitetit Olimpik të Kosovës, fatkeqësisht ne vazhdueshëm krenohemi dhe duhet të krenohemi se jemi popullsia merje në Europë. Po shtohet gjithmonë pyetja çfarë po bëjmë ne me popullsinë me të re. Çfarë kemi investuar? Ka është traseja e rrugtimit të tyre jetësor. Nëse ne nuk kemi bërë projekte të tilla, cilët e bëjnë një lloj traseje, një lloj autoudhe për të jetë, atëherë nuk kemi në nivelin e duhur dhe nuk kemi bërë gjë. Çfarë mund të bëjë komuna kryetar në rritjen e cilësisë, ndoshta edhe në arsim, edhe në shëndetësi, po edhe në ofrimin e shërbime. Çfarë mundet me bë komuna edhe çka keni bë konkretisht në këtë aspekt, përveç se nuk mjafton vetëm infrastruktura, ndoshta këto investime që në bon, nëse na hala vazhdojmë me i pas këto probleme në për shkolla, ndoshta këto probleme në shërbimet shëndetësore. Se në shërbimet komunale dihet, tashmë Ferizaj nuk është vetëm këtë mandat, po në mandatin e kaluar nuk është që ka pas vrejtje në ofrimin e shërbimeve komunale. Po në këto dy fushat që janë edukim edhe ofrimi shërbime për me edhe me motivu edhe me nxit cilësinë edhe të shërbime edhe të edukimit. Në çet aspekt çka mund të bëhet, çka keni bërë konkretisht. Përveç që infrastruktura, gjithsesi është e domosdoshme, por ne kemi çuar krahas edhe investime të tjera dhe do të çojmë krahas edhe investime të tjera që kërkohen dhe që duhet t'i bëjmë. Pra, po bëjmë infrastrukturën, pallatet sportive, komplekset sportive, fushat sportive, po njëkohëshëm edhe ne tashme në kuadër të platformës sonë së ardhshme, gjithçka çfarë do jetë e re dhe përgjegjësia jone është planifikimi dhe digitalizimi. Dhe pashmangshëm digitalizimi do të përfshi edhe sektorin e arsimit, ku 672 dhoma mësimi sa janë gjithsejt në shkollat e komunës së Ferizet do të pajisen me smartboard, me tabela digitale. Po ashtu do të ketë shtim të kabineteve të teknologjisë informative e gjithsesi pajisje të laboratorëve me pajisje konkretizuese, me mjete laboratorike dhe aparatura konkretizuese, sepse dëshirojmë edhe të lehtësojmë punën e mësimdhënësit, po edhe mësimdhënia nga nxënësit të jetë në nivelin jo vetëm teorik, po edhe në nivelin e praktik. Do të ketë një investim shumë të madh pra në fushën e arsimit dhe koncentrimi jonë dhe investimi jonë me miliona euro do të jetë pikërisht në fushën e arsimit. Por ajo që e veçantë në teknologjia dhe investimet e tjera që përmarrat të komplekseve sportive do të jenë një vazhdimsi e ndërtimit të kapaciteteve sportive, sepse gjithsesi aktivitetet fizike janë të rëndësishme, pastaj kalimin në fazat të mëtutjeshme të profesionalizmit në sportet caktuar, sepse Feriza ka tashmë disa sporte, disa klube kampione dhe ne dëshirojmë që gjeneratat e reja të jenë synim që të jenë në këto klube kampione. Ajo që ne kemi bërë shumë, e që është shumë e rëndësishme për nxënësit, mësimdhënësit, për prindërit, është siguria në shkolla. Dhe në të gjitha shkollat urbane ka pasur sigurim fizik ku për këto vite sa ne kemi qeverisur nuk ka pasur asnjë incident brenda hapësirave të shkolla falë shtimit të kësaj sigurie. Por ne do shtojmë apo do bëjmë edhe një hap tutje. Tashmë janë 4 shkolla që janë të funksionalizuara në një hapësirë në rrugën Brahim Ademit të kompleksit sportiv Billington dhe një është në ndërtim e sipër dhe praktikisht do të bëhen 5 shkolla të mesme që ne tashmë në projektin e mandatit të ardhshëm do ta shndërrojmë në formë kampusi, ku do të jetë një hapësirë e integruar, sërish ristrukturuar me parqe, me fusha sportive, po mbi gjitha me monopolizim të fushës së sigurisë. Pra, gjithçka që kemi bërë këtë kohë ka qenë siguria, edhe do të vazhdojmë të shtojmë edhe më shumë sa i përket çështjes së sigurisë. Në aspektin e shëndetësisë, pashmangshëm transformimi ka përfshirë edhe shëndetësinë dhe ajo që ne kemi bërë në investimet infrastrukturore në shëndetësi janë investime që kalojnë 50 vite. Nuk do të ketë nevojë më për së paku 50 vite të investohet në infrastrukturën në shëndetësi, sepse ne së bashku me Ministrinë e Shëndetësisë, për shkak edhe për falenderoj ministrin zotin Arben Vitia që ka qenë shumë mbështetës i këtij projekti, do e përfundojmë është në fazën e dytë ndërtimi i qendrës kryesore të mjekësisë familjare e po ashtu fal donatorëve Qatar Charity. Ne jemi duke ndërtuar një qendër mjekësisë familjare në një zonë shumë urbane
qendrën e mikësisë familjare 2, që është një objekt shumë modern dhe e kemi lënë ta inaugurojmë pas fushatës, sepse dëshirojmë t'ju tregojmë qytetarëve, ata e dinë qytetarët, por në përgjithësi që mos të udhëhiqemi nga logjika elektorale. Kryetarët e komunave kanë punuar dhe punojnë në çdo ditë të punës së tyre. Fushata është për të paraqitur programet, për të paraqitur vizionet se çfarë do të punohet në të ardhmen dhe jo të ketë aktivitete promovuese. Prandaj ne qëllimshëm e kemi lënë që ky objekt të inaugurohet kushtimisht me 13 tetor ose me 15 tetor. Komuna tjera i bojnë presion me kryer bashkëtet. Jo, ne nuk do e bëjmë. Për rrinë që të fazë. Ne nuk do e bëjmë. E tash, këto dy objekte do të pajisen me gjitha mjetet dhe aparaturat më moderne të kohës, sepse dëshirojmë të shtojmë cilësinë e shërbimeve, po edhe cilësinë e analizave, sepse tash po dalin që një më shumë, dhe kjo është shumë me rëndësi. Por edhe që po ashtu do të ketë shtim të punës dhe të angazhimit tonë në ngritjen e shërbimeve është se kujdesi paliativ do të shtohet. Do të ketë 16 orë kujdes paliativ, do të shtohet edhe shtuar numri i punëtorëve, sepse nuk mund të bëhet me kapacitetet ekzistuese, madje ne edhe kemi kërkuar dhe besoj se do të gjejmë edhe në të ardhmen me kuptimin e Ministrisë së Shëndetësisë poshtimin e numrit të punëtorëve, sepse Ferizaj është një qytet që është zgjeruar dhe po zgjerohet çdo ditë dhe sigurisht edhe kërkohen shërbime më shumë. Por në përgjithësi edhe transformimi i shëndetësisë ka përfshirë edhe shërbimet, por edhe infrastrukturën, sepse thash si në arsim, si në shëndetësi i kemi bërë punë të krahas, edhe infrastrukturën, por edhe shërbimet. Kryetar, përveç këtyre pjesëve këto që ndoshta marrin vëmendje më të madhe që janë në brenda qytetit, çka keni bënë për fshatra. Një statistik që për mu ishte befasuese për të mirë, kjo që Ferizaj nuk është realiteti i këtë komuna tjera ku ka ikje prej Kosovës. Me sa posh, sipas informacioneve, Ferizaj ka shtim të numrit të banorëve dhe nuk është ballafaqur me qëtë problemin e ikjes rinis. Natyrisht që edhe aty ka pas, po jo në çdo përmasa që ndoshta sikur në përdo qytete tjera. Sa është investuar në për fshatra, se në për fshatra kemi, si themi, numrin më të madh të njerëzve që po ikin edhe pelon Kosovën. Sa është investuar në bujqësi, në blegtori, në turizmin rural, edhe çka u kanë çaja që ndoshta Ferizaj këto 4-5 vitet e fundit nuk është ballafaqur me qëtë ikjen e madhe të trive. Statistikisht, si që thatë po ju Shkëlzen, Ferizaj është prej 3 qyteteve të Republikës Kosovës që ka pasur shtim të numrit të popullsisë. Por e që vërejmë në çdo ditë të punës, të angazhimit dhe të daljes në qytet, ne takojmë qytetarë që kthehen të jetojnë në Ferizaj, po mbi gjitha të investojnë në Ferizaj. Unë edhe 10 gjatë ditës kam takuar së poku 2 qytetarë që kanë nga migrimi, nga perëndimi, që vinë të investojnë. Dhe kjo është e mirë që po ndodh, se zakonisht ne në Republikën e Kosovës kemi dëgjuar tregime vetëm duke ikur, por jo duke u kthyer. Tashmë kemi një balancë të kësaj. Dhe unë shoh gjithnjë më shumë që 3 kthehen në Ferizaj, po në Republikën e Kosovës, po unë po flas për ato që di për Ferizajn që janë duke u kthyer dhe janë duke investuar. Dhe ne edhe kemi mbështetur dhe do e mbështesim këtë kthim përmes edhe investimeve dhe përmes mbështetjeve konkrete që ne kemi bërë. Ka shumë projekte të cilat janë zhvilluar në komunën e Ferizaj dhe që janë investitor pikërisht nga diaspora. Kemi pasur një komunikim të vazhdueshëm me Unionin e Bizneseve Shqiptare Gjermane që është me selinë në Frankfurt, ku ne kemi qenë thirrës, apelues që të vinë dhe të investojnë, dhe unë jam shumë falënderues që ata fal këtij bashkëpunimi kanë ardhur dhe investojnë në komunën e Ferizaj dhe janë për investimeve ndër më të mëdha në biznese nga më të tëshmet, por është më e rëndësishme, po flasim për trendin, dhe trendi është që po vinë të investojnë. Dhe kjo flet për klimën që kemi ndërtuar. Kjo flet për atë që Ferizaj është një qytet ashtu kështu, ku qytet i zhvillimit ekonomik, kontraproduktiv shumë, po edhe lehtësimet që ne kemi bërë, sepse komuna e Ferizajt
kushtimisht me thënë, ka një lloj paradoksi, Shkëlzan. Cili është paradoksi? Ne jemi komuna e dytë që kontribuojmë më shumti në buxhetin e Republikës së Kosovës. Mes 15 edhe 18%, zakonisht vit pas viti si mund të ndryshojnë nga pak, ne kontribuojmë në buxhetin e Republikës së Kosovës. Po paradoksi është se në të njëjtën kohë, qytetarët e komunës Ferizajt paguajnë më pak tatim në pronë e Republikën e Kosovës. Dhe kjo është për arsye të vendimeve që ne kemi marrë në kuvend komunës me propozimin që unë kam bërë. Çdo qytetar i Ferizajt, çdo biznes i Ferizajt paguan 33.33% më pak se sa ka paguar 2 vite më parë. Pra, kemi politikat përgjithshme, politika mbështetëse. Po ashtu, në kuadër të subvencioneve, ne kemi mbështetur në fondin për 100% kemi mbështetur bizneset të udhëhequra nga gratë. Jam shumë i lumtur që kam parë suksesin e tyre. Jam shumë i lumtur kur shoh ngritjen e tyre në aspektin social, se vetëm një ngritje dhe një shoqëri në barazi dhe barabarsi, sepse ne kemi instaluar edhe barabarsinë në mënyrë që të ketë të avantazhuar. Dhe kush është i avantazhuar në barabarsi janë gratë tona, janë motrat tona. Dhe ato tashmë vazhdueshëm përfitojnë nga skemat tona me një dokument identifikimi. Domthonë nuk kemi burokratizuar, por kemi lehtësuar procedurat. Kam mjaftuar pra në dokument identifikimi, në letër njoftim, edhe ata kanë marrë certifikatën e biznesit dhe sot operojnë dhe sot fitojnë. Madje unë vizitoj shpesh në panajër dhe gëzohem kur ato më thonë që unë jam përfituese e grantit, unë jam përfituese e grantit. Po ne nuk do të ndalemi, do i mbështesim edhe më shumë, sepse duhet ta fuqizojmë përqindjen e bizneseve të udhëhequra nga gratë. Ferizaj ka një të veçantë sa i përket pasi mbetat e gratë, që është komuna lider, komuna kampione, sa i përket bashkëpronësisë. Më shumë të bashkëpunësi ka në qytetin tonë, në komunën tonë. Dhe kjo prapë si rezultat i politikave të përgjithshme që ne kemi bërë. Edhe në fushën e bujqësisë, që po ashtu ka gra që ne kemi mbështetur, dhe transformimi është i pashmangshëm në çdo fushë, është në fushën e bujqësisë. Ne jemi komunë kampione, mbi 10 milion euro ne kemi mbështetur fermerët dhe bujqit e Ferizajt. Edhe po ashtu edhe në mandatin e ardhshëm me këto kapacitete financiare ne do i mbështesim. Por ajo që është rëndësi është se digitalizimin do e fusim edhe në projektet e bujqësisë. Fjala po vjen do të ketë smart sera. Edhe me smart sera do të jetë gjithçka e digitalizuar, ku do të përcjellet edhe lagështia, edhe temperatura, thatësia, rendimenti, cilësia e rendimentit. Pra, do lehtësohet shumë puna e bujqëve. Pra, kemi shumë projekte që kemi mbështetur fshatin, kemi mbështetur bujqësinë, kemi mbështetur fermerët dhe blegtarët tonë. E po ashtu, kryimet e fshatit, ne në kuadër të planifikimit, sepse ne në mandatin e ardhshëm dhe arsyeja pse është përtej kësaj që folëm deri tash, emërtimi i programit tonë politik, i platformës tonë qeverisëse për Ferizën e gjeneratës tjetër është pikërisht PZHK-ja, sepse ne kemi pasur një PZHK që kemi ta shëguar, ndërsa tash kemi përgjegjësinë që ta bëjmë. Do të dalim për planin e të turizmit, në kuadër të planifikimeve, është jezerci. Turizmi rural. Po, është jezerci, që është në kuadër të këtij programi, këtij projekti, planifikimi, sepse tashmë dihet, jezerci është destinacion i shumë turistëve, i shumë qytetarëve të Republikës Kosovës, po dhe jashtë Republikës Kosovës, po edhe për të investuar në jezerc, sepse është një bukuri e jashtëzakonshme ajo çfarë paraqesin malet dhe bjeshkët e jezercit. Por kësaj do jashtojmë pastaj edhe vargmale të tjera, edhe të Pleshinës, edhe të Purnikut, të gjitha do të jenë me planifikim. Ne edhe aktualisht jemi duke investuar në një projekt për 2 milion eurove që është duke u bërë te bashkimi i lumeve në jezerc. Po ashtu kemi bërë vija turistike që nuk kanë qenë më parë, edhe këtu dua të falenderoj shoqatat e bishkatarëve edhe nga Ferizaj, po edhe nga Prishtina, të cilët na kanë ndihmuar përmes organizatës Fis Kontakt që ne i bëjmë, sepse kanë qenë këtu në Peje, në regionet që janë më malore, por nuk kanë qenë në Ferizaj. Por ne kemi bërë atë. Pra, i kemi kushtuar shumë rëndësi fshatit përmes projekteve konkrete, i kemi kushtuar shumë rëndësi turizmit, por ne edhe më shumë do kemi mbështetje në mandatin e ardhshëm se për këtë saj. Kryetar, një pyetje kështu. Çka është e thatë është paradoksale, po është për një me është e veçantë sigur me qenë në një shtet tjetër, nëse na po flasëm për 4-5 vitet e fundit, ku është bën një klimë depresive.
edhe për bizneset vendore, nuk flitet s'kam në 4-5 vitet e fundit që ka shposh interesim një investitori ashtëm me ardhë, madje edhe diaspora joni kanë orientu investimit ose blerjet në Shqipëri, edhe kemi një ramje të jashtëzakonshme në Kosovë. Ferizoj, si me thash, një histori tjetër. Çka ka bo qëto në vetvete? A është ndoshta që kjo klima e mirë që e ke marrë duke qenë personalitet i tillë ose karakter i tillë i një politikani ku nuk bën zhurma, beteja e lufta, se themi këtë politika në Kosovë ka herë të krijohet përshtypja sikur na i zgjedhëm këta njerëz për me bë beteja politike, jo për me kry punë edhe me na dhënë llogari qytetarëve. Domethënë kemi prej Prishtine gati në gjitha komuna tjera. Qysh kemi rri me rujt qëtë atmosferë ose qëtë klim të biznesit ku sot vinë njerëz edhe me banu, vinë njerëz edhe me bo biznes edhe kemi edhe investitor prej jashtit. Çka e bën qëto? Si me thonë, me qenë një model që ndoshta ish dasht me kanë edhe në gjitha komunat, po në nivel qeverisës të nivelit qendror. Shërzeni janë se paku 2 arsye se si duhet kem qasje në këtë çështje që ju sa përngetet. Është mënyra e shikimit. Okay. Pra se si ti e shikon një biznes. Dhe kjo është problemi konsideroj fundamental në Republikën e Kosovës. Bizneset duhet parë si partner. Bizneset duhet të parë si kontribut dhënës në këtë që ne e kemi shtylla e zhvillimit. Pra problemi kryesor është pra mënyra e shikimit. Nëse ti nuk i sheh ata si partner dhe për të bashkëqeverisur me ta, kjo është e parë. E dyta pastaj. Kjo nuk duhet përzihet pastaj, duhet të kemi rolet të ndara. Politika pastaj nuk ka çka të përzihet te biznesi në formë të zhvatjes apo të gjërave të tjera të fenomeneve negative të korrupsionit. Okay. Nëse ti këtu i bën mirë, patjetër që suksesi do vijë. Dhe ne këtë kemi bërë. Ne mund të takohemi çdo ditë me biznese, kushtimisht të them, megjithëse nuk takohemi se punë nuk dalën, po për ta shpjeguar këtë çështje. U krijuar besimin në një formë. Por me rëndësi të ketë besim dhe me rëndësi është që ti të dish rolin tënd. Roli yt është që ti të mbrosh interesin publik. Unë si kryetar i komunës mbroj interesin publik dhe për të mbrojtur interesin publik duhet të takohem me gjithë secilin, këtë rast dhe me bizneset. Por ne nuk duhet të prodhojmë, nuk duhet të kemi kryetar që përmes politikës futen biznes dhe bëjnë biznes. Okay. Edhe këtë kemi dallueshmëri të qartë në qeverisjen tonë dhe këtu është kemi shumë saktësi dhe qartësi dhe secili qytetar dhe secili biznes, qoftë partner, qoftë që bashkëveprojnë në Ferizaj, e din sakt mënyrën tonë të qeverisjes që ne jemi në të dyja pikat të shkëlqyer. Edhe e shikojmë si partner, si ndërtues, si krah zhvillimi dhe i bëhemi krah i fuqizimit të ecjes dhe zhvillimit të tyre, por edhe nuk jemi duke u përzirë në atë që nuk duhet të përzihemi. Pra, jemi krah, por rolet e kemi të ndara. Ata kanë interesin privat, sepse bizneset janë biznese private, po ne kemi interesin publik dhe duhet të mbrojmë interesin publik. Prandaj edhe kjo nuk do të ndryshojë. Një narracion që është ndërtuar në krejt Kosovën kryetar është që fatkeqësisht qytetarët e shohin si një të keqe shoqërore biznesit. A e bën ndoshta edhe mentaliteti ferizaj, se njihet si themi me një shpirt afarizmi, biznesmen të suksesshëm, po edhe gjykimi atje nuk i bëhet bizneset ndoshta që është kriju që ky percepcioni në për vende të tjera në Kosovë. Që unë prapë them që është boni propagandë e madhe edhe tash e kanë shndru bizneset e suksesshme ose zhvillimin ose ata njerëz që kryjnë punë, marrin të ndera publik, jo në e keqe shoqërore, e që e lidhin tani me domosdoshmërisht që duhet jenë përfshinë edhe në qëto aferat korruptive. Dhe qysh bëhet që kjo ndami, që kjo shkputje në këto që me kanë dhe bindje dhe besimi qytetarëve. Se nuk, në Ferizaj është shumë e vërtet që nuk gjykohen njerëz, bizneset edhe komuna nuk gjykohet sikur në pjesë të tjera. A është edhe mentaliteti edhe
mënyra e qeverisjes që e keni bërë ju, apo është një faktor tjetër që ndoshta nuk po funksionon në vende tjera, apo ndoshta është edhe vidia më e lartë qytetare në Ferizaj që nuk ka mujt me mrrikje ose me përqu mesazhin e vet kjo propaganda e partisë që ishte në pushtet. Mbi gjitha është besimi, edhe kjo është e panegociueshme, edhe mënyra se si ti ndërton këtë besim. Dhe ky besim ndërtohet me transparencë. Okej. Ne kemi pasur një transparencë të plotë me gjithë komunitetin e biznesit në kapacitete të ndryshme. Dhe prandaj duke pasur këtë transparencë ne kemi ndërtuar besim. Unë qysh në fillim të mandateve kam takuar të gjitha bizneset. Dhe ata e kanë ditur, po unë kam dashur t'ju bëj edhe një rikonfirmim të asaj se si punojmë. Punojmë me transparencë të plotë, me mbështetje dhe atë që tash më parë, pa u futur te ata, sepse ne nuk dëshirojmë të bëjmë këtë përzierje. Ne dëshirojmë vetëm të kryejmë punën tona duke bashkëqeverisur por me role ndara. Ata që mund të përfitojnë punë të ndryshme nga komuna, sepse ne duhet punojmë, projektet duhet të realizojmë, janë ligje që i rregullojnë. E pastaj për qëllime ku ti ke pika të shkëlqyera, sigurisht se oponentët politik pastaj dëshirojnë që të përzijnë përmes propagandës, përmes shpifjeve. Po ne nuk na merr akos kjo, sepse ne e dim si qeverisim, po mbi gjitha e din qytetarët se si qeverisim, sepse ata e prekin dhe e din. Saktë din secili qytetar se çfarë kryetari ka heqës, dhe se si ai ka menaxhuar, edhe se si ka qeverisur edhe në këtë pikë. Por e që unë dua të veçoj edhe atë që ju e thatë, Shkëlqen. Vërtet mund të tingëlloj subjektive, pasi që jam kryetari i komunës Ferizajt. Po me të vërtet qytetaria e Ferizajës është e veçantë, është shumë bujare, po mbi gjitha është me diversitet dhe me respektim të mendimit tjetër dhe heterogenitet. Sepse në fundit edhe vetë Feriza është i krijuar në ADN heterogene. Prandaj edhe është respekti i ndërsjellë. Nuk ka paragjykim për asnjërin. Shpesh dëgjojmë në qytete të caktuara kur ka prurje, ka paragjykim. Ferizaj nuk e ka këtë. Përkundazi, është shumë mikpritës, është shumë mirëpritës, është shumë bujar, është shumë mbështetës dhe kjo e bën më të ndryshëm Ferizaj. Ende ka nevojë të japim më shumë shpirt dhe më shumë njohje për këtë shpirt të Ferizajs, se shohën ndonjëherë që nuk është krejtësisht i njohur ky shpirt i Ferizajsve. Vetëm ata që vijnë dhe e shohin që këta janë Ferizajës të vërtetë. Është të vërtetë që edhe nuk i keni traumatizuar shumë politikisht, sigur në për vende tjera. Kryetar, para se me dalë ndoshta me folë edhe për këtë planin voluminöz, edhe që për një është ndryshe për i tjera, se nuk po dëgjoj për juve, se me thonë, sanim të probleme, po keni shku, se themi, shumë largë, ndoshta atyne që po i ndëgjojmë në për fushat për i kandidatëve tjerë. Po du më nalë vesh edhe dy pyetje shkurt, cila ka qenë sfida ma e madhe që jeni ballafaqur gjatë këtyne 2 mandate. Sfida më e madhe ndoshta në realizim projektit, në realizim të asajna për me cila kanë sfida më e madhe që e ballafaqu, ndoshta që të ka marrë edhe energji edhe kohë edhe mund edhe shqetësim të madh gjatë këtyre 2 mandate. Në ajo që mundesh me veçu kështu konkretisht. Sfidat gjithmonë janë sfida financiare, sepse ne kemi dhe do të kemi gjithmonë kapacitete për projekte të një dimensioni tjetër, sepse trashëgimia jonë flet për këtë, por gjithsesi se sfidat kanë qenë financiare. Ne edhe kur kemi nisur mandatin, e kemi nisur me sfida të jashtëzakonshme financiare, me një trashëgimi të jashtëzakonshme të obligimeve që ne na u kanë bartur dhe dihet qeverit janë kontinuele, vazhdimsi dhe nuk mund të ketë shkëputshmëri, po vërtet ka qenë një sfidë e jashtëzakonshme trashëgimia financiare që unë e kam marrë që në fillim të mandatit të vitit të 2017. Por si duket sikur nuk ka mjaftuar kjo dhe u shtuar pastaj në kontingjenca e këtyre detyrimeve financiare dhe në këtë kanë ndikuar vendime gjyqësore që kanë bënë me prona të caktuara. Sepse ne kemi trashëguar një mori zhvillimesh të projekteve nga e kaluara, të cilët nuk kanë bashkëbiseduar, nuk kanë komunikuar me qytetarët që kanë pasur pronësi të caktuara në zhvillimin e atyre projekteve, por me shfrytëzimin e kapaciteteve të pushtetit i kanë kryer ato projekte, por sigurisht se
qytetarët kanë pasur të drejtat të tyre dhe pastaj ato lëndë kanë shkuar nëpër gjykata. Çka kemi bërë ne? Ne kemi mësuar nga kjo dhe gjitha projektet tona që janë zhvilluar me marrëveshje, me komunikim, me kuptim dhe kudo që kemi zhvilluar projekte, ne nuk e kemi asnjë padi deri tash po të shkuar në gjykatë. E si pasojë e padive të së kaluarës, me 10 miliona... 2 mandate asnjë padi? Nuk kemi padi për pronat. Për pronat, po. Nuk kemi, sepse ne ku kemi bërë projekte, kemi bërë me marrëveshje që duhet për toka private, tokë publike, sepse nuk mund të ketë win-win. Sepse ti duke investuar në një projekt asfaltimi, edhe nëse ti nuk e ke dhënë tokën nga private në publike, e ke ngritur vlerën e asaj prone dhe ti dy fish ke penalizuar buxhetin publik. Sepse kur e ke shtruar asfaltimin, i ke ngritur vlerën e asaj toke. Edhe ajo pastaj, nëse ka kushtuar kushtimisht me 1.000 euro para asfaltit, pas asfaltit ka kushtuar 10.000 euro. Edhe shpërndësimi pastaj nuk është bërë më për 1.000 euro, po është bërë 10.000 euro. Pra, qytetari ka përfituar si ju ka shtuar vlera pronës. Prandaj ne kemi shtuar vlerën e pronës, tash pse të paguajmë edhe për asfaltimin që bëjmë. Prandaj kemi mirë qeverisur duke komunikuar dhe duke mos i bërë dëme buxhetit komunës. Por dëmet janë shkaktuar si thash nga e kaluara Shkëlqen dhe me 10 miliona euro ne kemi pasur padi dhe ekzekutime të këtyre vendimeve gjyqësore, e gjithsesi bara e gjitha komunave që nuk ka shpëtuar sigurisht dhe Periza i ka qenë kontrata kolektive. Sfida kryesore e gjitha komunave të Republikës Kosovës është kontrata kolektive e cila thënë më drejtë me troç që ka cenuar vetë ekzistencën e funksionimit të pushtetit lokal, sepse me 10 miliona euro komunat kanë paguar, ndërsa në total komunat tashmë kanë kaluar shifrën për 160 milionë euro që kanë paguar komunat vetëm kontratë kolektive. Dhe gjitha këto 160-70 milion sa janë paguar janë projekte më pak ulje e dinamikës, pastaj edhe raportet e auditorëve, sepse shpesh tash ballafaqohemi me raportet e auditorëve që janë raporte të kualifikuara, po domosdoshmërisht janë të kualifikuara sepse kur ty të ekzekutohen nga përmbaruesit kontratat kolektive me miliona euro, normalisht raporti i auditorit do të jetë i kualifikuar. Pa drejt që kjo kryetar, për duke ditë që në nënshkrimi i marrëveshjet me sindikatat ka qenë në nivelit qendror, edhe është dashur ndoshta buxheti i shtetit kur bëhet darjet buxhetore me u nda edhe kjo pjesë, mos me met ndoshta barre komunave që tash në disa komuna ka dëmtuar zakonisht shumë realizimet e projekteve kapitale. Nuk është gjithsesi pa drejt, edhe kjo të kemi thënë në takimet pa numërta, edhe me kryeministrin e Republikës Kosovës zotin Albin Kurti dhe gjithë ministrat e fushës që janë nënshkruese të kontratës kolektive, ka pasur mënyra, ka pasur në rrugë se si të zgjidhet kjo çështje, fatkeqësisht nuk është zgjidhur dhe fatkeqësisht gjitha komunat e kanë paguar këtë pasojë padrejtësisht. Edhe fatkeqësia më e madhe është se ne jemi duke paguar për palët e treta. Dhe kjo është dëmi më i madh që ju ka bërë buxhetit të Republikës Kosovës dhe në këtë rast buxheteve komunale. Sepse asnjë kryetar komune, edhe ne si asociacioni komunave, nuk e kemi kontestuar kontratën kolektive. Ne kemi drejt që i takon. Drejt sepse kur nënshkruan e tamarat qeverit janë vazhdimsi edhe duhet i paguajmë obligimet e njëri tjetrit. Por e që ka qenë e keqja është se s'ka pasur planifikim të këtyre pagesave dhe nuk është mundësuar nga qeveria dhe buxhet për të ndarë shtesë për komunat që të kryet ky obligim. Dhe duke qenë se nuk është ndarë buxhet shtesë, pastaj kjo ka shtuar kontingjencën e obligimeve sepse ka përfunduar në përmbarime. Dhe shuma e përmbarimeve është jashtëzakonisht e lartë. Me miliona euro kanë shkuar te përmbaruesit fatkeqësisht për shkak të mungesës së një çështje të duhur dhe një mirëkuptimi institucional mes nivelit lokal dhe nivelit qendror, se fundi a fundit ne përfundojmë në një buxhet. Në buxhetin e Republikës së Kosovës. Kushdo që shkakton këtë dëm, është duke i bërë dëm qytetarëve të komunave dhe në këtë rast të Republikës për të realizuar më pak projekte. Tash para mendoje, ne kemi një kosto për mbi 70 milionë euro që kemi paguar gjatë gjithë këtyre viteve edhe nga ato detyrimet e mëparshme, por edhe nga kontrata kolektive. Çfarë do bëja unë po t'i kisha edhe 70 milionë euro? Do të bëja shumë nga ajo që sot është trashëgimi dhe janë punë dhe projekte që i prekin dhe i shijojnë qytetarët e Ferizet. Kryetare, a ka ndonjë vendim që e keni marrë, që i keni ra pishman që ndoshta sot e bënit ndryshe në këtë
8 vjeçar të qeverisjes me komunën e Ferizaj. Te çështja e vendimeve jam shumë i kujdesshëm dhe asnjëherë nuk shfrytëzoj pushtetin që manifeston arrogancë për të treguar fuqinë e vendimeve. Zakonshëm unë gjithmonë them, fuqia e vendimit nuk është për nga mënyra e sjelljes, por për nga qëndrueshmëria. Dhe unë jam munduar që gjithmonë të jemi kujdesshëm, të pyes shumë herë konsulentët, këshilltarët ligjor apo fushat e tjera të projekteve në mënyrë që unë të siguroj që është ky vendimi i duhur, sepse tash gjithmonë udhëhiqem nga ajo se vendimi im, nënshkrimi im duhet të shndërrojë për një kohë të gjatë. Edhe jo që me një vendim timin të shkohet në gjykata, sepse janë të drejtat e qytetarëve. Ti mund të bësh i pushtetshëm në kuptimin e kësaj që po flas me një lloj autoritarizmi. Por në fund janë gjykata që vendosin dhe unë jam i lumtur që deri sot nuk ka pasur atakime të vendimeve të mia, po të sjellur edhe dëme buxhetit publik, sepse kam qenë i kujdesshëm dhe do të vazhdoj të jem i kujdesshëm. Dhe ndijen time nuk di që kam bërë ndonjë gabim, po si të qoftë, edhe unë jam qytetar, edhe unë jam njeri dhe mund të kem gabuar diku. Kryetar, për me dalë se mezi po pres me dalë të Ferizaj në gjeneratet 3 me po planin që e keni bërë tashmë për 8 vite qeverisjes, jo për 4 vite, edhe një pyetje të fundit. Na kanë përmend shumë kryetarë komunave gjatë këtij ciklit të emisioneve fokusin në komuna që kanë bashkëpunuar me ju. A kanë marrë këshilla, a janë ardhur me u konsultu, a ka pas shumë kryetarë që kanë dashur me marrë si model qeverisjen e Ferizaj. Ne kryetarët e komunave Ai govish për nënkalime apo për ide tjera se kryetarët e komunave nuk kanë parti politike. Okej. Pse po e them këtë? Është pikërisht për këtë pyetje, si përgjigje, sepse nuk është bashkë. Madje po e them çka ka, shpesh kryetarët e komunave kemi thënë a formojmë një parti të re, partia e kryetarëve të komunave. Dhe kjo më shumë po të manifestuar atë që e ndjejmë dhe mënyrën se si bashkëpunojmë dhe bashkëveprojmë dhe si ndihmojmë njëri tjetrin. Ne nuk kemi betejën mes vete kryetarët e komunave. Ne kemi betejë gjithmonë për të fituar në qeveri më shumë projekte, po jo për të bërë garë mes vete. Në fakt ne e mbështesim njëri tjetrin kudo që mundemi, sepse kemi nevojë me modele që diçka shërben Deçan, diçka në Lipjan, diçka në Peje, diçka në Gjakove, diçka në Ferizaj, dhe unë mendoj që ne duhet marrim nga njëri tjetri, sepse fundi a fundit, nëse një projekt i mirë në Gjakova apo në Lipjan, apo në Mitrovic, apo në Peje, shërben mirë, pse ne të mos e marrim në Ferizaj, ose edhe Anasjetas. Po është e vërtetë që ne e kemi bërë një dallim. Edhe dallimi ka qenë që ne përmes projekteve të nënkalimeve e kemi thyrë një barierë mentale infrastrukturore, sepse ka pas një lloj hezitimi të njerëzve që a mund t'i bëjmë dhe a mund t'i hyjmë këtyre projekteve, për arsyen edhe jo vetëm të kostos, por edhe për arsyen se zakonshëm këto projekte zhvillohen në hapësira të ngushta, në zona urbane dhe i kanë sfidat edhe vështirësitë e veta. Por ne nuk kemi ndaluar nga këto, përkundazi kemi manifestuar guxim dhe i kemi futur dhe tash më i kemi në nënkalime. Dhe sigurisht se përvoja jonë ka shërbyer dhe shërben, sepse tash ndajmë me njëri tjetrin projektet, edhe në komuna të tjera dhe unë shumë i lumtur që tash më shoh projektet të cilat kanë ndodhur dhe po ndodhin në Ferizaj edhe në komuna të tjera. Por ajo që është mbështetje është se ne ju kemi ndihmuar kryetarëve të caktuar edhe me ekspertizë. Po. Sepse dëshirojmë ne ta kemi suksesin e kryetarëve. Tash pa paragjykime politike, sepse fund fundit dëshirojmë të përfitoj secili qytetar, qoftë që tash i Pezë, Gjakovës, Lipjanit, Suarekës, Përzërinit apo cili do, sepse konsiderojmë se gjithë kryetarët janë shërbim qytetarëve, duhet të kenë mundësi që të bëjnë edhe më mirë, edhe ne jemi të lumtur që kemi këso kolegë që bashkëveprojmë dhe bashkëpunojmë, po edhe e ndihmojmë njëri tjetrin. I shkon fat edhe sukses i madh për Kosovën, me kanë të gjithë të tillë, por fatkeqësisht në këtë mandat mundem me veçu një 4-5 që kanë pas këtë nivel edhe janë përtej kësaj petkut partijak. Pyetje shkurt, mes një kandidati i cili e vlerëson që mundet me zhvillu një komunë, edhe një kandidati tjetër që vjen prej subjektit politik që vini ju. Cilin ja kështë dëshiru ose cilin e kështë mbështet në një rastin? Unë në këtë lëkurë kam provuar
Kam qenë kryetar në vitin 2013, I kam humbur zgjedhjet dhe pastaj kam ardhur jam bërë deputet në 2 mandate në Republikën e Kosovës. Por gjithmonë kokat mbet ka qyteti yt. Dhe pavarësisht se kush mund të jetë kryetari I komunës dhe çfarë ngjyre politike, për mua ka qenë dhe mbetet e parëndësishme. Për mua është e rëndësishme cili kryetar është pasues dhe çfarë bën ai për qytetin. Çfarë projekti ai ka për qytetin. Dhe nuk do të udhëheqsha as pak nga ngjyra politike. Dhe këtë kudo dhe kur do me guxim e them pavarësisht kostës që mund të kem, e them se ky duhet të jetë kryetari I komunës dhe ky duhet vazhdoj mandati. Kjo ishte pjesa e parë, falenderoj shumë që kjo pyetje ke pikërisht me pa dhe gjithë ata qytetarë në nivel Kosovë që nuk njohin, si njohim na ose që njohin këtë kolegë të tjerë. Po du me dalë të ferizoj I një gjenerate tjetër, vizion I ri, edhe ato që jemi të dëgju prap po e përsëris për te këtyne dëshira ose këtyre propozimeve që bëhen veç për dëshirat e qytetarëve. Domethënë nëse qytetari I thotë kam nevojë për pula, I thotë okay, kemi më ble pula, kemi më ble lop, kemi më shtru rrugë, kemi më bë këto. Jemi të pa një plan për ferizojnë që shkon për te qytyne që jemi mundu me ose që kemi dëgju dhe I stash. A mund është me nga të regu në pikat shkurta kryetar, çka është ferizoj I gjeneratës tjetër? Ferizoj I gjeneratës tjetër është planifikimi. Okej. Zakonshëm e dim që gjitha qytetet tona kanë pikë të dobët planifikimin. Dhe debati kryesor sot në Republikën e Kosovës flet për kaosin urbanistik, flet për mungesë planifikimi, mungesë zhvillimi, edhe këto përfundojnë në një dokument. Dokumentin që është kushtetuta urbane, kushtetuta e një komune, e që është plani zhvillimor komunar. Pra, do të kemi një plan të ri, që është për 3 mandate. Unë nuk do jem kryetar, kur shumë nga ky vizion do zbatojnë kryetarët e arshëm të komunës Ferizajt. Edhe unë po e them edhe këtu me përgjegjësi të plot që e di sakt se çfarë pret Ferizajin e gjeneratës tjetër, sepse planifikimi do të jetë afatgjatë. Unë e di edhe sakt çfarë është të gjesh një plan të keq. Prandaj kjo ma ka shtuar dhe ma shton përgjegjësinë për të pas saktësi dhe qartësi planifikimi në gjithë territorin e komunës së Ferizajt. Sepse gjatë këtyre viteve, 8 vite, unë kam punuar me një plan që e kam pasur të trashëguar dhe që ka qenë kufizim në disa prej projekteve që unë kam dashur të zhvilloj. Prandaj unë për të ardhmen nuk dua që plani im të shërbejë një kryetari me një vizion dhe projekt në vitet pasrendëse, cenim dhe pengim. Pra duhet t'i krijoj hapësirë që kushdo ku vije 2035, 2040 ta ketë një plan të mirë, sepse duhet të ketë afatgjatësi dhe duhet të ketë vizion. Prandaj jo rastësisht ne kemi titulluar këtë program, këtë platformë qeverisëse për Ferizajin e gjeneratës tjetër. Çfarë do bëhet? Do bëhet sepse a është iluzion kryetar, a është I bazuar në kapacitetet edhe potencialin që e ka Ferizaj. Se kanjëherë nuk është që po përdoret tash për njërin prej subjekte politike me bërë ndera e me bërë projekte gjigante voluminoze që duken bukura në letër ose qytetari me I dëgju edhe me ra prej do mashtrime, po që ky vizion, që ky plan I zhvillimit Ferizaj, a është I bazuar në buxhetin real, sa ka në rritjen reale të hyra të Ferizajt, a është I konceptun realisht që mund të zgjidhet dhe mund të realizohet. Ndoshta që nesër mos me met pengas mas 4 vite apo pas 8 vite, që kur e ka dikush tjetër me thonë okay, ky pas ka qenë vetëm një iluzion ose një dëshirë kryetarit kaluar dhe është I parësh. Ne kur folëm më herët, folëm që ne në 2017 kemi paraqitur animacione, njerëzit ju kanë dukur futuriste, por tashmë nuk janë animacione, por janë projekte të realizuara. Edhe kjo është dëshmi, po kjo është edhe ajo që qytetarët tashmë e kanë besim dhe na besojnë që ne ato që I paraqisim edhe I bëjmë. Pra jemi të dëshmuar si dalzotës të fjalës dhe të projekteve që janë. Por kjo është diçka tjetër. Kjo është planifikim.
planifikim, sepse ti duhet të kesh një plan dhe pastaj mbi bazën e buxheteve ju futesh projektet, sepse unë tash do të vijë një kryetar në vitin 2014 dhe ai do e gjej një plan. Dhe sigurisht se pastaj do të ndërtoj kapacitete buxhetore për të realizuar. Edhe ne do të realizojmë mbi bazën e kapaciteteve buxhetore. Është mbrana që ty në dhe pikërisht ky plan e mundson edhe një krah tjetër zhvillimi për Ferizaj, sepse ne e njohim potencialin e Ferizajt. Ne i kemi dhënë deri tash këta krah zhvillimi qytetit, qytetarëve dhe bizneseve, po edhe prurjeve që vijnë çdo ditë, qoftë ata që përmendëm më parë nga diaspora apo të investuar. Po ne po e konsiderojmë që jemi të pamjaftueshëm. Dhe mjaftueshmërinë mund ta bëjmë përmes këtij plani. Dhe ky plan praktikisht do e ketë saktësinë dhe qartësinë e planifikimit në secilën hapësirë edhe të zonës urbane, po të teritorit të komunës Frizaj, sepse më parë folëm edhe për Jeziercin, Pleshinën edhe për Bornikun. Shtyllat kryesore të planit kryetar do të ketë unazë të brendshme të shtetit që do jetë e mirë planifikuar këtu në planin zhvillimor komunal. Pastaj do të ketë trajtim të nyjeve kyçe në qytet, sepse ka ende pamundësi të ndërhyrjeve të caktuara me projekte të caktuara në zonën ende qendër. Prandaj përmes një plani të tillë neve do të na mundsohet që të bëjmë pastaj projektet e ndërhyrjes në këto zona në mënyrë që edhe më shumë të zgjerohet Ferizaj, po mbi gjitha edhe më shumë të ketë oksigjen. Këto plane janë që të ketë sa më shumë rrugë dhe arterje më të gjera, pikërisht në zonën urbane, me mirë planifikim, me shtigje të biçiklistëve, me trotuare, me ndriçim publik, me rrugë të gjera dhe me hapësira të gjelbërta. Ne kemi dashur të ndërtojmë ani pse kemi ndërtuar parqe në zonat urbane gjithkohon ku kemi pasur mundësi në hapësira për 30 arish, më shumë se 30 arish, pastaj një prej projekteve të jashtëzakonshme është në periferi të qytetit, në lagjen më të vjetër të qytetit, në fakt që edhe ka martimin, parku i Sherrëve, që kemi investuar mbi 5 milion euro në parqe në komunën e Ferizajt, por tash kemi pa mjaftueshmëri. Prandaj me PZK-n e re, gjitha këto do jenë të sistemuara, të mirë planifikuara me qartësi dhe me saktësi. Pra, hapësira më gjera për arteriet rrugore, me shtigjet biçiklistëve, me trotuare, me ndriçim, me hapësira të gjelbërta. Me turizëm edhe me pjesë ku shihet edhe ndoshta ky impakti ekonomik, investim. Absolutisht, sepse përmendëm Jeziercin, Pleshinën edhe Bornikun. Kryetar, përveç këtyre pjesat tjetër, ajo që është ndoshta edhe kërkesë, edhe nevojë e qytetarëve të Ferizajt, po që do të jetë premtim dhe zëtim i juaj në këtë fushat. Çka edhe ne mandat tjetër në 4 vjeçarin e ardhshëm, sekretari komunës, cilat janë pikat kryesore. Plani zhvillimor komunal është kryesisht plani i zhvillimit ku ndoshta në afatgjat është e mira e domosdoshme që duhet të ketë çdo qytet, po në efektin e përditshëm ose problemet e përditshme të qytetarit nuk i zgjidh. Përtej kësajna qytetarët kanë nevojë edhe për ujë të pishëm, kanë nevojë edhe për riciklimin e mbeturinave, edhe për problemet më bazike me të cilat ballafaqohen. Cilat nështë janë nevojat e domosdoshme që i keni planifiku për këtë mandat? Por i kthehemi te plani, që diku ishte pengesë, e tash plani i ri do jetë zhvillim. Unë po përmend 3 zona. 3 zona ekonomike që ne për 8 vite nuk kemi mundur të japim asnjë hapësirë toke për shfrytëzim për bizneset, qofshin lokale, nacionale apo internacionale. Nëse kërkesat kanë qenë të shumta, sepse folëm për kërkesën, folëm për investimin, folëm për atë që kemi vazhdueshëm qëllim për të ardhur për të investuar në Ferizaj. Por ja që kemi pasur pamundësi. Dhe pikërisht për këtë fola çfarë kemi të shëguar si plan. Dhe këto 3 zona do jenë të trajtuara në këtë plan, edhe këto 3 zona do të shndërrohen në zona ekonomike, pra me mundësi që të marrin kompanitë të ndryshme, qofshin ndërkombëtare apo lokale dhe nacionale. Por çështjet kryesore të projektit të ardhshëm ani pse nuk janë fush e kompetencës dhe përgjegjësisë së 100% të komunave, në këtë rast të komunës Ferizajt, janë angazhimet për ujin e pishëm. A ka probleme të mëdha, siç kjo problemi më i theksuar, po mdoket në çdo komunë po del në sipërfaqen çdo zgjedhje.
Ky është problem në çdo komunë dhe padrejtisht komunat ndonjëherë ngarkohen me përgjegjësi. Arsyeja pse ne ngarkohemi me përgjegjësi sepse qytetari ne na beson, ne na zgjedh dhe po ne mendon që është përgjegjësia e jonë. Fatkeqësisht nuk është, se po të ishte dhe po të kishim kapacitete, ne do e zgjidhen sepse ka shumë kryetarë të komunave që kanë zgjidhur probleme ku i kanë pasur në fush përshkrimin e punës dhe të kompetencës edhe të përgjegjësisë. Po çështja e ujrave, qoftë e resurseve, qoftë e ndërtimit të kapaciteteve të mëdha ujore për furnizim të shëndetshëm me ujë jashtë kapacitetit komunal. Ajo që bëjnë komunat dhe që kemi bërë edhe ne në Ferizaj, është një rrjetëzimi. Dhe ne kemi bërë një rrjetëzimin e sistemit të ujësillësit. Madje ne gjatë këtyre viteve të fundit kemi investuar mbi 10 milion euro kemi investuar në sistemet të ujësillësit dhe në shtimat kapaciteteve. Ne kemi ndërtuar një fabrikë, fjala po bie, në Talinovc të Magjerve në kapacitet mbi 50 litra në sekond, 5.125.000 euro ka kushtuar dhe pjesa tjetër se sa ka ndodhur investime. Por prapë është pa mjaftueshmëri, sepse i vetmi investim i qëndrueshëm që zgjidh çështjen e ujit në Ferizaj është ujëmbledhsi në Jezerc dhe si fazë apo para fazë ndërtimi i digës në fshatin Firaj. Tashmë ne kemi komunikime dhe është kryer fizibiliteti për ndërtimin e kësaj dige, sigurisht është projekt i madh dhe është projekt që është duke u zhvilluar përmes Bankës Evropiane për ndërtim edhe për zhvillim. Edhe po besoj se do finalizohet, sigurisht se merr kohë zhvillimi i projektit, por më rëndësi është të fillohet dhe kur fillohet dihet se do i vijë edhe fundi. Po ashtu projekt i rëndësishëm edhe i fushës mjedisit që sërish është në bashkëpunim me Bergjin është edhe çështja e trajtimit të ujrave të zeza. Kjo marrëveshje për çështjen e zgjidhjes së implantit të ujrave të zeza madje ka qenë 2 herë e ratifikuar në Kuvendin e Republikës së Kosovës me një kredi të butë me qeverinë hungareze. Edhe pas 2 ratifikimesh është bërë projekt krejtësisht i ri, pra është stërzgjatur, edhe tash së fundmi kemi një marrëveshje me Bashkimin Evropian për Ndërtim dhe Zhvillim dhe Qeverisë e Republikës Kosovës për të kryer. Ne kemi marrë përgjegjësinë që përkundër që ju më pyetët për sfidat i kemi pasur, sfidat financiare. Ne kemi nënshkruar marrëveshje madje deri në 10 milion euro që do të jetë zotimi jon për të paguar shpërndësimin aty ku do të ndërtohet implanti i ujrave të zeza, vetëm që përfundimisht të zgjidhet ky problem, sepse vërtet nuk është e padrejtë në çdo cikël zgjedhor ne të flasim për problemet e njëjta, qoftë për ujin, qoftë për implantin e ujrave të zeza. Prandaj duhet një bashkëpunim i saktë, i qartë dhe bigjeta mbështetës i Qeverisë së Republikës Kosovës, i donatorëve në këtë rast, sepse komunat janë të pafuqishme dhe me ato vështirësi, po edhe janë pa kompetencë, pa përgjegjësi, sepse ne nuk mund të ndërhyjmë në lumej dhe në resurset ujore sepse janë kompetencë e qeverisë në mënyrë që të zgjidhet. Projekti i tretë që po ashtu është tepër i rëndësishëm për qytetin dhe për zhvillimin që folëm deri tash, që po ashtu është me Bergjin është i ngërtorës së qytetit të Ferizajt, është një pako për 8 komunash, mesin aty në komunave, është edhe Ferizaj si përfitues ku tashmë faza e parë e fizibilitetit ka kaluar dhe do të fillohet me instalimin respektivisht ngërtorën e qytetit të Ferizajt. Ndërsa në kuptimin e komponentës legale, projekti 4 i një rëndësie të veçantë është ju e dini që tashmë ne kemi ndërtuar dhe lëshuar në funksion stacionin e autobusëve, që është një prej projekteve më madhore dhe ndër më të mirët në rajon, se në Kosovë nuk ka. Vetëm stacion autobusëve po ta ngjall ka ndjenin si me kanë në Evropë, se një prej historive që kemi bërë kur ishim javën e komunale. Ajo që është duke çaluar është paksa trafiku urban, sepse është diçka e re për Ferizaj. Ne madje po dëgjojmë në Prishtinë që ka 10 vite që funksionon, dekada që funksionon trafiku edhe i ka sfidat e tija. Ne sapo kemi filluar, por jemi zotuar dhe zotohemi para qytetarëve se do të kemi një trafik urban, por ne e kemi hapur këtë bisedë me Bergjin, me zotin Sergej Maslichenko, kemi diskutuar që edhe ne si komunë të jemi përfitues të financimit të mundësisë për të shtuar numrin e autobusëve e pastaj edhe për të formuar apo për të ndarë në kuadër të stacionit departamentin e trafikut publik urban. Kryetar, jeti na dhënë informacione ta krijon përshtypjen sikur Ferizaj nuk është në Kosovë. A jeni në sankcion edhe në sikur këtë Kosova, jo, se nëse pinim këtë kryetarët e komunave që i ka dëmtu në fakt në disa
donacione që i kanë pas edhe të zotune dhe i nalë edhe i kanë dëmtu në disa projekte. E dëgjova në 2-3 raste që tha që keni realizu disa projekte që janë kanë bashkëfinancim me donator. Edhe përmend që edhe do të po këto janë në proces. Sigurisht është ulur dinamika dhe pashmangshëm që dhe Ferizaj ndikohet, është ulur dinamika, por ne jemi në proces dhe jemi pjesë e gjitha komisioneve ku ne japim kontributin përmes direktorateve tona në të gjitha këto komponente dhe në gjitha këto projekte që sa po I përmenda. Përkundër që jemi në sanksionet I vazhdon me po më janë faza administrative, domthonë fizibiliteti, studimi janë këto faza administrative dhe ne po I kryjmë ato, pastaj po besojmë se do të ndodhin gjëra të mira edhe në nivel qendror në mënyrë që të hapet perspektiva e investimit të donatorëve, në këtë rast Bergji që është një prej donatorëve më të fuqishëm dhe kontribut dhënës në shumë nga projektet që janë zhvilluar kudo në Republikën e Kosovës. Planifikimi për qerdhet, shkollat, kryetar qerdhet, po ashtu janë një problem shumë I madh që ndikojnë jashtëzakonisht keq të gjithë prindit për shkak se I pengon në proceset e tyre. Sidomos ndoshta edhe në për zona rurale ku mund të jetë me numër të madh të banorëve. Ne kemi planifikuar të kemi së paku 2 shkolla dhe kjo së paku 2 shkolla është në bazë të kërkesave dhe nevojave që kemi dhe analizave që kemi, sepse nuk kemi më kërkesa për më shumë shkolla, sepse është investuar shumë, po së paku 2 shkolla ne do I ndërtojmë në komunën e Ferizajt, e po ashtu do I ndërtojmë edhe 5 qerde, me mundësi që shtojmë edhe më shumë, po gjithsesi se sfidat e qerdeve janë më shumë të resurset humane që ne duhet I kemi në qerde, sepse kapacitetet financiare përmendën, shpesh ato mund të kryejnë pa mundësi, ti mund të ndërtosh një objekt të qerdes, por problemi është pastaj funksionalizimi. Ne edhe sot kur po flasim, ne kemi një qerde që kemi të gatshme, edhe e dyta në fakt është të gatshme, 2 janë të gatshme, që I kemi për t'i funksionalizuar dhe ne jemi duke I studiuar mënyra se si t'i funksionalizojmë. Është qerdja në Babosh dhe është qerdja në Ferizaj jetojnë të Eurogoma, të shkolla e kompetencës aty që janë pothuajse të gatshme dhe që shumë shpejt po besoj se do t'i funksionalizojmë që të përfitojnë familjet, nënat këtë rast më shumë, sepse ne thamë herët të krahas projekteve të tjera, po I çojmë krahas, nuk ka kuptim që ne të mbështesim fjala po vije gratë në biznes, dhe ato të keni pamundësi të fëmijëve po t'i dërguar në qerdhe apo në institucione arsimore. Kryetar, mandati I tretë. A kish me qenë Ferizaj, ndoshta komuna e parë ku na I hek të tema 26 vite, e që janë kanalizimi, ujrat e zeza, problemi qerdhe, problemi shkolla. A mundet më përmbyll që këtë cikël, që ndoshta me dalë me po një nivel këtë tjetër të qytyne projekte që janë shumë më të rëndësishme dhe shumë më të mëdha, ndoshta që mendohet për gjeneratat tjera. Çështja e kanalizimit është e kryer që moti, vetëm se bën investime kur krijon zona të reja. Dhe do që duhet të bësh kanalizim. Fjala përmenda zonat ekonomike. Po, mos më trajtu si problem. Kam fjalën si themi këtë ankesat për çdo zgjedhje çdo vit janë çto ankesat e njëjta. Kanalizimi tash problemet që ju I dëgjoni janë probleme që pastaj dalin në nivel tjetër. Në ndërtimin e impjantit që ne folëm. Sepse shpesh edhe qytetarët ku ankohen me të drejtë ka derdhje të kolektorëve në arat e tyre, në pronat e tyre dhe ata me të drejta ankohen. Mirë, po ky problem është përtej kompetencës komunale. Dhe unë fola për këtë sepse vetëm ndërtimi I impjantit I zgjidh këto derdhje sepse akumulohen edhe derdhen në impjant dhe territor. Çështja e qerdheve është çështje që e vazhdueshëm duhet ndërtuar për shkakun se janë kërkesat dhe ta kemi parasysh trashëgimin. Për shembull Ferizaj, Prizreni, qytetet sot më të mëdha pas Prishtinës kanë pasur vetëm nga 1-2 qerdhe publike. Edhe tash me këtë shtim të kaq të madh të numrit të popullsisë që ka, sidomos Ferizaj, sepse Prizreni tash në regjistrimin e fundit ka rënë për nga numri I popullsisë, e shton nevojën dhe ne sipas nevojave vazhdueshëm. Ne falem që së paku 5 do I ndërtojmë, po sigurisht se në bazë të nevojave do të ndërtojmë edhe më shumë. Pra do të zvoglohet sigurisht në të armën, mundësia për të biseduar me këto, sepse shumë nga problemet do I zgjidhim jo vetëm në Ferizaj, po edhe në komunat e tjera, sepse realisht më shumë duhet flasim për këtë.
për planet, sepse ata thash duhet të ketë një ristrukturim tërësor të planeve urbane kudo në Republikën Si është e ferizojnë Kosovës kryetar dhe të strategjia e urave. Është Okay. janë të gjitha qeverit përgjithëse. Por mos bërjen e një politike të qëndrueshme dhe një strategji për urat. Prandaj sot flasim për problemet e ujit të pisë. Strategji Po nuk ka nacionale kuptim, për me nuk zgjedhur. ka është dashur të ketë strategji nacionale për dhe investime konkrete. Sepse nuk mund tash kemi hyrë në çerek shekullin e dytë të lirisë dhe ne ende domethënë nuk e kemi nevojën elementare ujit. Sakt. Sapo të zgjohemi në mëngjes te uji jemi. Dhe ne nuk kemi ujë. Prandaj është e pa kuptim për mua që nuk është menduar as më tepër që ne jemi shteti më i varfër për ujë. Sepse gjithë lumejt fillojnë në Republikën e Kosovës, po sa po të formsohen ato dalin nga Republika e Kosovës. Prandaj është dashur të investohet shumë në ndërtimin e digave të ujëmbledhësve. Unë kam pasur një zotim qysh kohën e qeverisë Haradinaj dhe qeverisë Hoti, që atëherë që do të bëhet fizibiliteti për Jezercin. Por na ka kushtuar dhe po na kushton mos konsistenca dhe mos kontinuiteti qeverisës. Se vjen një qeveri dhe unë të filloj nga e para. Nuk mundet kështu. Qeverisja me që të mendësi të aty për aty të shme. Absolutisht. Tash gjitha qeverit janë përgjegjëse, normalisht tash dikush ka përgjegjësi më pak për faktin se nuk mund të krahasojmë një qeveri të 10 vjeçarit të parë fjala po bie, ku nevojat kanë qenë tepër emergjente sepse kemi dalë shoqëri nga lufta. Po. Dhe nuk kemi mundur ne të lëmë fjala po bie nxënësit të mësojnë në për kontemjer. Është dashur të ndërtohen shkolla. Pra, ekzistojnë disa dyra shfaqësuese. Po në përgjithësi, dashur së paku sikur që po flas. Po këtë PZK, që ku do vijë një kryetar pas 10 vitesh, pas 15 vitesh, ta ketë një plan. Dashur me kon edhe në nivelin qendror. Po është dashur të ketë një strategji për urat në nivel nacional që sot me vërtet edhe për temat të tjera. Është ndjenjë jo e mirë kur vazhdueshëm flasim për urat. S'po kena kohë kryetar senator marr që tash është momenti më ideal me kallëzu kush është më patriot e kush më shpion në këtë shoqëri. Po nëse temë tjetër, unë e di që nuk i ki qef me u marrë shumë me këto temat e mëdha. Me punët e mia. Se sheferizojnë, mas 4 vite, bazuar edhe në këtë planin e juj për zhvillimin e Ferizojnë. Ferizaj, gjithsesi tash që kemi bërë këto projekte, këtë transformim që tash është për te infrastrukturës rrugore në kalimeve, falem shumë për transformimin në çdo fushë. E shohim edhe më të avantazhuar me projektet dhe me programin tonë. E shohim me më shumë mundësi mbi gjitha për trejat e për trit, sepse i gjithë investimi jonë është për ata. Ne madje jemi edhe kampion që nuk e përmenda këtu të mbështetjes së studentëve. Jemi komuna e vetme në Republikën e Kosovës që kemi mbështetur të gjithë studentët aplikues për këto 4 vite me radhë. Me bursa. Me bursa. Dhe vetëm si vjet janë mbi 1500 studentë ferizajas që përfitojnë nga këto bursa. Por ajo që ne do e bëjmë më ndryshe, pasi që po flas për bursat, është se çdo student që do të studiojë drejtime deficitare universitare ne do e mbështesim me 2000 euro. Sepse është analizë, është studimi joni. Ne jemi duke parë. Tu pakën drejtime tjera jo është juridike ekonomik. Absolutisht, po megjithatë është sistem mbrojtës ndaj rasim sepse shumë shpejt në të gjitha shkollat, gjimnazet shkencore të Republikës Kosovës ne nuk do të kemi kuadra. Nuk do të kemi. Prandaj ne duhet të stimulojmë, sikur duhet ta stimulojmë edhe shëndetësinë sepse gjithnjë më pak do të ketë mjek familjar. Do të ketë dikon me orientuar në. Prandaj duhet të bëjmë sistem të barabartësisë, jo të barazisë, të barabartësisë. Në mënyrë që jemi mbështetës ndaj këtyre. Pra Ferizajn, jo rastësisht, pra i takon gjeneratës tjetër, kemi investuar dhe do të investojmë shumë që të rejat ta shohin mundësinë që jo vetëm ata që po kthehen, por edhe ata që janë si qytet ku është qytet i jetueshëm, qytet që ka prurje të mëdha, qytet që vinë gjithandej Republikës dhe për te Republikës, sepse Ferizaj është krejtësisht një pasqyrë, një qytet më i ndryshëm gjatë këtyre 8 viteve. Por edhe më i ndryshëm, si shtat, do të jetë pas 4 viteve. Do jemi mbështetës shumë të dhej me politikat tona siç kemi qenë gjatë këtyre viteve ndaj bizneseve, sepse ne e shohim si mundësi, si partneritet, si zhvillim.
Edhe do të kemi projekte konkrete edhe për ata, po edhe për secilën fushë me projekte që i kemi brenda këtij programi për 42 faqesh. Kryetar, që shpejshe kundër kandidat? Unë në praktikën time, në standardin tim politik, asnjëherë nuk jam marrë me kundër kandidatët. Dhe unë mendoj që nuk kemi ne asnjëri me tjetrin betejë. Kemi ofertë. Dhe secili duhet të konkurrojë me ofertë. Unë po marr vetëm një shembull nga praktika dhe standardi im si kandidat që kam qenë në vitin 2017. Unë kam qenë kandidat opozitar. Po nëse rikthehen në arkivën e debateve të vitit 2017, ku atëherë unë kam qenë sfidanti i kryetarit komunës, nuk kam folur për qeverisin 4 vjeçare të tij. Sepse për qeverisin 4 vjeçare të tij kam folur 2013-2017. Okay. E kur kemi dalë në debate zgjedhore, unë kam dalë me një program konkret. Atëherë ka qenë me një emër tjetër, po kam dalë me një program konkret. Sepse duke dalë me një program konkret, me një ofertë konkrete, ti tregohesh i përgjithshëm dhe ti e vlerëson qytetarin tonë. Pra ne nuk duhet kemi betejë propagandash, betejë shpifjesh, betejë me mund dikën. Ne duhet kemi betejë se si e shohim qytetarin dhe si e vlerësojmë qytetarin dhe çfarë oferte të përgjithshme kemi për qytetarin. Unë 2021 ne kemi parë fitoren që e kemi. Edhe unë 2021 kam mundur të bëj pak premtime, kam mundur të bëj një plan program 4 faqesh. Në që pastaj në analizën e gapit atje dal kryetari i realizoi 100% 4 premtime. Po nuk e kam. Qëllimisht hina ne hiç kryetar se kanë herë nuk e kam si numra si statistika nuk tregojnë saktë se çka është gati. Nuk e kam bërë atë shkëlqen, sepse kam dashur prapë të jem në nivelin e përgjithësisë së ofertës për qytetarët. Okay. Kështu e shoh politikën, prandaj edhe jo rastësisht as nuk jam marr, as nuk merrem me të tjerët, po normalisht kur ata kohësh ndërsa duhet të ndonjë përgjigje sepse mund të konsiderohet si e mirëqen një shpifje, një propagandë, por si të shoft ajo që është e rëndësishme qytetarët më njohin edhe mua personalisht, edhe njohin qeverisjen tonë, njohin edhe punën tonë dhe angazhimin tonë. Edhe në nivel qendror si deputet njihesh që kundërshtarët politik i ke trajtuar me respekt dhe me dignitet në aspektin kështu. Po s'po merr pjesë në debate. Ka qenë pa mundësi, ka qenë konsiderant. Do shkoj në debate, dhe kemi debate në Ashëm, po kanë qenë 2 ditë 3 debate, dhe kanë pasur pa mundësi për shkuar për shkak të planifikimeve, sepse unë veç fola 2021 ne e kishim të projektuar fitoren, e shenim që po ndodh fitore, po unë kam shkuar në të gjitha debatet. Por në këto 3 debatet që kanë ndodhur në 2 ditë kanë qenë dinamika e tillë që ka pasur pa mundësi për shkuar, ndërsa në debatin e Ashëm do jem bashkë me kundër kandidatët. Se jam në atë përveshëm kryetar, ka një vlerësim kështu të shkurt kundër kandidata? Jo, unë ta thash do të takohemi dhe unë me dëshirë do shkojmë në debat sepse me krenari do paraqes edhe kam paraqitur sikur këtu që bëra punën time, angazhimin tim, projektet që i kemi bërë, projektet që presim dhe jo rastësisht edhe slogani i gjithë fushatës tonë është Ferizaj qyteti im, krenaria jonë, sepse ne jemi krenar me qytetarët e Ferizaj dhe do i bëjmë edhe më shumë krenar me punën dhe angazhimet që kemi bërë dhe gjithsesi se do jemi në debate, por këto 3 debate që kanë ikur kanë qenë pa mundësi, pastaj u kesh përdorën paksa, po s'ka rëndësi për mua. Me rëndësi është që ne gjithmonë jemi transparent dhe jemi ballhapur për qytetarëve. Nështë po nihesh komod se si themi që të punë të moja ose qeverisja e mirë e Ferizojt, si me tha, ka imponu një diskurs publik të gjitha palve me dhonë vlerësime maksimal. Kuptimin që pëta e japin hakin që, si me nëse flasëm, kush është kryetari pa kontestueshëm që shkon në rondin e parë, në top list, ndoshta që nuk ka as dilema më të vogla edhe për kundërshtarëve tjerë politik, jo për aty që i keni ngara atje sa atas edhe nëse e din nuk duhet me thonë. Pavarësisht asaj, ne i vlerësojmë qytetarët dhe presim që vlerësimi i qytetarëve ta përcaktojë se si do të përfundoj gara. Por e rëndësishme është që ne e vlerësojmë si qytetarin në shumë dimensione. E vlerësojmë edhe në këtë dimension. Gara është garë edhe fituesi përcaktohet
nga qytetari me 12 vjetor. Kush o kritikuesi më i madh i kryetar gjatë këtyre 2 mandatave? Kritikues mund të jenë edhe bashkëpunëtorët e mi. Sepse unë jam shumë i hapur edhe e mirëpres shumë kritikën. Kritikuesit e mi janë qytetarët që po çdo ditë më shkruajnë dhe unë ju përgjigjem në të gjitha rrjetet sociale dhe të gjitha mundësitë edhe i mirëpres kritikat. Kritika është gjëja më e mirë që mund t'i ndodhë një kryetari dhe një politikani, sepse e vën më të mirë. Te ne fatkeqësisht shihet si armiqësore. Unë asnjëherë në jetën time nuk e shoh si armiqësore, por kundërzi e shoh me shumë miqësi. Edhe ku s'ka të drejtë, kushtimisht më ka të drejtë. E lërë më kur dëshiron që të bëj më të mirë qeverisjen tonë. Unë në fitoren e 2021-s të 17 tetorit. Gjën e parë që kam thënë qytetarëve, kam thënë faleminderit shumë për besimin. Është nder jetës time. I porulur për kënder. Po ju lutem, ma mbroni qeverisjen. Si të ma mbrosh qeverisjen qytetari? Atëherë ku më kritikon. Okay. Sepse nëse qytetari i Ferizajt ka besuar në një mirë qeverisje, në një qeverisje transparente, të moralshme të ndershme, ashtu siç jam i profilizuar të qytetari i Ferizajt. Në momentin që ka diçka që është duke ndodhur me qeverisjen time, ai duhet ta di ta mbrojë dhe të thotë kryetar, çfarë është duke ndodhur. Pra duhet të jetë kritik. Edhe duhet ta kuptoj të vërtetën. Prandaj gjithmonë kam mirëpritur të mirëpres çdo kritikë, çdo sugjerim që në fakt është mbrojtja ime. Kjo është e mira që e ke edukuar edhe qytetarin e Ferizajt, që ti je vetëm një shërbëtor aty. Me besimin e tyre. Kryetara u gëzuan ose apo gëzohen apo i dhënohen bashkëshortja, familja, që ndoshta kur bishojnë këto sondazhet, statistikat që kemi fituar një mandat tjetër ajo. Unë e falenderoj shumë familjen. Ndoshta po i dhënohen. Se familja e thash këtë formë pak si me hajgare për shkak se për ne është një lloj sakrifice. Se është një angazhim, një punë shumë e madhe, një përkushtim shumë i madh që ndoshta nuk lën shumë kohë për familje, për grup, për fëmijë, Ka qenë një rrethon familjare që është dashur sigurisht të marr bekimin e familjes që unë të jem pjesë e përgjegjësive publike, të jem pjesë e garave dhe pikërisht me mirë kuptimin e tyre, unë jam sot kryetari i komunës, prandaj falënderimi pikërisht ju takon atyre që paguajnë këtë sakrificë, po që tash është shndruar në nder dhe krenari që unë shërbej kështu për qytetin e Ferizajt dhe është lehtësim për ata dhe për këtë sakrificë që e bën familja ime, sepse vërtet është të bërë e vështirë politika, edhe të punosh ndershëm, moralshëm, me transparencë dhe pastaj sulmohesh, sigurisht se këtë sulm bartët në familjen në mënyrë të pameritueshme, por kjo është kostot në fundit të politikës, por më rëndësi është se si je në familje dhe se si je të qytetarët. Cila është e vërteta e qeverisjes tënde dhe besimit që kanë qytetarët në qeverisjen tënde e po ashtu në familje. Kush më mirë se sa familja e di sakt se si kemi qeverisur, si kemi punuar, por në dhënjerë ndihem shumë falenderues për mbështetjen e fuqishme që kam pasur të familjes, ani pse është sakrificë, por Ferizaj e ka merituar pikërisht këtë sakrificë në mënyrë që të jetë kjo që ka ndodhur. Kryetar, të falenderoj shumë për këtë bashkëbisedim. Ishte kënaqësi, ndoshta më shumë se sa mesazhe për fushat, kjo të ndikoj që të jetë një shembull i llogaridhënies për kryetar të tjerë edhe me demonstru këtë krenari kur bën punë të mira e kur qeveris mirë e kur nihesh pikërisht ashtu që e thatë më herët, që je një shërbëtor edhe që e bën këtë punë me vullnet dhe me krenari të madh. Kisha dashur pa edhe komuna tjera në këtë nivel. Faleminderit shërbëzën për këtë mundësi. Kryetarët e komunave tjera janë po kaq të mirë dhe po kaq kanë bërë punë të mira. Jo pse kanë një lloj të drejtë formale për të mbrojtur ata, sepse askush nuk mund të mbrojë kur ti nuk e bën punën mirë. Po vërtet shumë nga kryetarët e komunave kanë bërë punë të jashtëzakonshme dhe janë qytetarët e komunave respektive me fat që kanë kryetarët e tillë që kanë bërë punë të mrekullueshme dhe unë kam besimin e plotë që ta kryetarë do të vazhdojnë mandatin e tyre sepse vazhdimi i mandatit të tyre nuk është thjesht një pozitë, një vazhdim i mandatit, po është vazhdimi i suksesit të tyre. Prandaj unë po besoj se qytetarët në përgjithësi, siç tashmë është e faktuar
dhe qytetarët janë përtej partive politike, mbi gjitha janë duke mbështetur dhe mbështesin suksesin, pavarësisht zhurmave, propagandave dhe shpifjeve. Suksesi është imunizimi më i mirë ndaj çdo sulmi. Dhe unë po besoj që edhe jemi të imunizuar pikërisht nga puna dhe angazhimi dhe gjithmonë do jemi në këtë kapacitet, në kapacitetin e shërbimit maksimal të përulur, por gjithmonë në dinamik, në punë, në angazhim. Faleminderit shumë kryetar. Lutem, ishte kënaqësi. Kritika adresohen edhe ndaj Me opozitës. një qeveri arrogante, me një qeveri e cila Për ka shembull, kush që vjen në spital thotë i poshtë Nisën e trajnerësi ne. financave nuk e don as partia e vet. Unë na çon den komarana ajo punë e mova. Me kanë Abdullah Hotin në një parti të